Një tjetër polemik ka shpërthyer në prag të Kupës së Botës 2026, duke ngritur pikpyetje mbi organizimin e turneut dhe ndikimin e çështjeve politike në futboll. Federata e Futbollit e Iranit njoftoi se i është hequr e gjithë kuota e biletave për ndeshjet e kombëtares, vetëm pak ditë para fillimit të turneut. Vendimi ka lënë pa mundësi pjesëmarrjeje qindra tifozë iranian, të cilët kishin bler tashmë biletat e avionëve dhe kishin organizuar udhëtimet drejt Shteteve të Bashkuara. Sipas Federatës Iraniane, procesi i shitjes së biletave kishte nisur normalisht, por papritur biletat nuk mund të shpërndaheshin më tek tifozët. Ekspertët e futbollit e kanë cilësuar situatën si të paprecedent në historinë moderne të Kupës së Botës, pasi një ekip rrezikon të luajë pa mbështetjen e tifozëve të tij në stadium. Ndërkohë, një tjetër rast ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare. Arbitri somalez Omar Abdulkader Artan, i konsideruar si një nga gjyqtarët më të mirë afrikan, i është refuzuar hyrja në SBA. Artan pritet të bëhej arbitri i parë nga Somalia që do të drejtonte një ndeshje në Kupën e Botës, por autoritetet amerikane nuk i dhanë vizën e nevojshme për hyrje në vend. Organizata FIFA deklaroi se çështja e arbitrit është përgjegjësia e autoriteteve qeveritare dhe jo e organizatorëve të turneut. Ndërkohë, FIFA ka bërë të ditur se po zhvillon bisedime me Federatën Iraniane për të gjetur një zgjidhje për situatën e biletave. Kupa e Botës 2026 nis këtë javë dhe Irani do të zhvillojë 2 ndeshjet e para të grupit në Los Angeles përpara se të luajë ndeshjen e tretë në Seattle.